Virtytet e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në traditën fisnike profetike. Hadithet rreth virtyteve të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, rreth të urdhëruarit për ndjekjen e rrugës së tij janë të shumta. Ne këtu, si fillim, do të përmendim disa prej haditheve të përgjithshme, të cilat e përfshin Imam Aliun, dhe më pas do të përmendim hadithet që flasin në mënyrë të veçantë rreth tij. Hadithi i parë, hadithi i Thaqalain, dy gjërat që peshojnë rënd. Një nga hadithet më të njohura që ka ardhur për hak të Ehli Bejtit është ai i Thaqalainit. Ky është prej haditheve të pranueshëm te sunitët dhe te shiitët. Madje te shiitët, ky hadith është mutawatir dhe është transmetuar në rrugë të ndryshme nga dietarët e Ehli Sunnetit, të cilët e quajnë të saktë këtë hadith. Meqense ky hadith ka ardhur në forma të ndryshme shprehimore, ne do të përmendim për dëgjuesit disa forma të transmetimit të këtij hadithi dhe më pas do të kalojmë në pjesën e argumentimit të tij. E para, Muslimi në librin e tij Sahihu Muslim në kapitullin Virtytet e Ali ibn Abu Talibit transmeton nga Zeid ibn Erkami: një ditë i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, na mbajti një fjalim në zonën me ujë që quhet Khum, e cila ndodhet mes Mekës dhe Medinës. Pasi falënderoi dhe lavdëroi Allahun, porositi dhe përkujtoi, pastaj tha: o ju njerëz, unë jam njëri si ju, edhe mua do të më vijë i dërguari i Zotit tim, meleku i vdekjes, dhe do t'i përgjigjem atij. Unë po ju lë juve dy gjëra të rëndësishme. E para, ndërtosh libri i Allahut, në të cilin gjendet udhëzim dhe dritë. Merreni librin e Allahut dhe kapuni fort pas tij. Më pas vazhdoi fjalën e tij rreth mirësive dhe rëndësisë së librit të Allahut. Më pas tha: gjithashtu po ju lë Ehli Bejtin tim. Ju kujtoj Allahun për Ehli Bejtin tim, ju kujtoj Allahun për Ehli Bejtin tim, ju kujtoj Allahun për Ehli Bejtin tim.